Tiana Krasniqi është një 31 vjeçare nga Britania me origjinë shqiptare, e cila kishte vendosur të martohej me James Broadnax, i dënuar me vdekje në Texas për vrasjen e 2 producentëve në vitin 2008. Tiana dhe Broadnax kishin ndërtuar një marrëdhënie të thellë përmes letrave dhe bisedave telefonike, por fati i keq i saj ishte se lidhja do të mbetej gjatë. Marrëdhënia e tyre është një histori e pazakontë dashurie që ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe publikut në të dyja anët e Atlantikut, duke shkaktuar diskutime mbi moralin, dashurinë dhe drejtësinë në sistemin penal amerikan. Qëndroni deri në fund për të kuptuar më mirë këtë ngjarje. James Broadnax, 37 vjeç, u shpall i vdekur të enjtëm pasi ai u ekzekutua nga autoritetet me një dozë injeksioni vdekjeprorës në Huntsville, rreth 70 milje në veri të Houstonit në Texas, shkruan Sky News. Mediat britanike e përshkruajnë reagimin e Tianës si tepër emocional, duke thënë se Tiana bërtiti të dua përpara se Broadnax të ndalonte së marrë frymë. Gjatë ekzekutimit, ajo u përkul drejt dritarës së dhomës së vdekjes me krahët hapur dhe i u desh të ndihmojë të dilte nga burgu. Historia e tyre nisi në tetor 2024, kur Tiana i shkroi Broadnaxit për të mbledhur informacion për një projekt studimi mbi pabarazit racore dhe praktikat e diskutueshme në sistemin gjyqësor amerikan. Ajo nuk e kishte imagjinuar se ky ndërveprim do të çonte në një lidhje romantike. Shkëmbimi i mesazheve dhe bisedave telefonike u shndrua shpejt në një marrëdhënie emocionale intenzive, duke i dhënë Tianës ndjenja të forta për të dënuarin. Për të qenë më pranë të fejuarit të saj, Tiana ka lënë Londrën dhe është zhvendosur në Houston. Ajo punon si recepcioniste dhe studion drejtësi, ndërsa angazhohet në një fushat kundër dënimit me vdekje, duke kërkuar tërheqjen e ekzekutimit të Broadnaxit. Marrëdhënia e tyre është një histori e pazakontë dashurie që ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe publikut në të dyja anët e Atlantikut, duke shkaktuar diskutime mbi moralin, dashurinë dhe drejtësinë në sistemin penal amerikan.